سبيل مريح تنهد يا صاحي كي تستريح وغص الدعاء الخفي الصريح يسعك الفضاء. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله الذي أنعم علينا بالإيمان وفرض علينا الصوم في رمضان لنيل الرضا والرضوان من الله الملك الديان. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له رب السماوات والأكوان. وأشهد أن نبينا وحبيبنا وشفيعنا محمد رسول الله إمام المرسلين وخاتم النبيين وقدوة العالمين وسيد الصائمين القائمين صلى الله عليه وعلى آله وصحابته والداعين بدعوته والعاملين بسنته بإحسان إلى يوم الدين. Të dashur vëllezër musliman, gjithë falënderimet dhe lavdërimet i takojnë Allahut xhalla xhelaluhu, i cili na begatoi me iman. Vetëm ato e falenderojmë dhe vetëm prej tij ndihmë dhe falje kërkojmë, kurse salavatet dhe selamet nga thellësia e zemrës tonë i dërgojmë të dashurit ton Muhammedit sallallahu alaihi wasallam, familjes së tij, shokëve të tij dhe gjithë ata të cilët pasojnë rrugën e tyre me të mirë deri në ditën e gjykimit. Të nderuar vëllezër, fillimisht falenderojmë Allahun xhalla xhelaluhu që na udhëzoi në Islam dhe na begatoi me iman dhe na mbuloi me shumë mirësi Allahu xhalla xhelaluhu dhe na zgjati jetën tonë derisa o vëllezër shikojmë dhe shohim se sa shpejt mbarojnë ditët tona dhe sa shpejt kalojnë ditët tona dhe kalojnë shpejt javët dhe muajt dhe vitet, po ashtu na përsëriten shpejt, sa që kemi filluar të nuhasim një aromë të një musafiri të Allahu xhalla xhelaluhu, që Allahu xhalla xhelaluhu e bëri që ai musafir të na viziton një herë në vit, për çdo vit nga një herë neve, dhe kështu që o vëllezër, për këtë musafir që caktoi Allahu xhalla xhelaluhu, që vetëm jemi afruar këtyre ditëve, që na e shohim dhe e nuhatim këtë aromë të tij që ai është duke u afruar për të na vizituar, edhe është duke u stolisur dhe duke u zbukuruar universi për mikpritjen e tij, dhe pulsi i zemrave tona duke rrehur nga gëzimi shpejt dhe nga përmallimi për takimin me ta. Dhe ai padyshim se është muaji i bekuar i Ramazanit, muajin të cilin Allahu xhalla xhelaluhu e bëri si një mëshirë e tij dhe sezon e hajrit dhe mirësive të Allahu xhalla xhelaluhu, që Allahu xhalla xhelaluhu në këtë muaj o vëllezër bëri që të ketë disa fryma të mëshirës së tij, me mirësi të mëdha të cilët Allahu xhalla xhelaluhu kujt ja mundson atij të cilën e arrin këtë mirësi, Allahu xhalla xhelaluhu i ka dhuruar mirësi të mëdha atij. Dhe kush privohet nga kjo mirësi, me të vërtetë se është privuar nga një mirësi shumë e madhe. Muajin për të cilën Allahu xhalla xhelaluhu për këtë sezon, edhe këtë agjërim për të cilën Allahu xhalla xhelaluhu e bëri obligim, që na duhet të i ndëgjojmë këto shumë me kujdes. Për arsye se agjërimin e këtij muaji Allahu xhalla xhelaluhu o vëllezër e bëri që të jetë një nga themelet të mëdha të Islamit, nga themelet madhore të Islamit. Siç transmeton Imam Buhariu dhe Muslimi nga Abdullah ibn Umeri radiallahu anhu, tha pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, bunjal islamu ala khams. Tha pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, është ndërtuar Islami në 5 themele të mëdha bazore. Dhe pastaj i ceku tha, shahadatu an la ilaha illa Allah wa anna Muhammadan Rasulullah wa iqamis salati wa ita'iz zakah wa sawmi Ramadan wa hajjul bayti man istata'a ilayhi sabila. Pejgamberi sallallahu alaihi wasallam tha 5 shtyllat janë ato
të cilat janë themelet më kryesore në të cilat qëndron Islami në ta. Dhe ato janë, tha së pari, dëshmia se nuk ka të adhuruar me merit pos Allahu xhelle xhelaluhu dhe se Muhamedi sallallahu alaihi wasallam është rob dhe i dërguar i tij. Falja e namazit, dhënia e zeqatit dhe agjërimi i muajit të Ramazanit, e pastaj dhe në haxh, kush ka mundësi që të shkon në haxh dhe ato do më thonë si obligim. Pra kjo vëllezër me këtë hadith, të cilën pejgamberi sallallahu alaihi wasallam na lajmëron që është një ndër themelet bazore të Islamit edhe të mëdhaja të Islamit, është ky muaj i agjerimit për të cilën na vetëm kemi marrë pra rrugëtimin ton që të i afrohemi këtij musafirit e Allahut xhelle xhelaluhu. Dhe në to janë disa mëshirat e Allahut, dhe në këtë muaj ka disa dhurata të Allahut xhelle xhelaluhu, që Allahu xhelle xhelaluhu këto dhurata nuk ja dhuron vetëm se kanë dhënë nga robërit e tij. Dhe kështu na porositi pejgamberi sallallahu alaihi wasallam në hadithin që transmeton Imam Tabaraniu nga Anas ibn Malik radhiyallahu anhu, tha pejgamberi sallallahu alaihi wasallam: if'alu ad-dahra khayrakum, if'alu al-khayra dahrakum. Tha veproni dhe kërkoni që të bëni mirë dhe mundohi që të bëni mirë sado që të keni kohë edhe vit dhe sado që të keni jetë. Wa ta'arradu li nafahati rahmatillah, dhe paraqituni atyre frymave të mëshirës së Allahu xhelle xhelaluhu si dhurat që dhuron Allahu xhelle xhelaluhu. Fa inna lillahi nafahatun min rahmatihi yusibu biha man yasha'u min ibadihi. Tha pejgamberi sallallahu alaihi wasallam për arsye se Allahu xhelle xhelaluhu ka bërë dhe ka caktuar disa fryma të cilat fryn nga mëshira Allahu xhelle xhelaluhu, që nuk godet vetëm sa ato që don nga robërit e tij. Dhe ai i cili arrin këtë mirësi që ta godasin këto dhuratat e Allahu xhelle xhelaluhu, ndoshta ta kaplon kjo mirësi dhe kjo frym e pastaj mos të mjerohet asnjëherë. Siç erdhë në një transmetim tjetër të Tabaraniut, që pejgamberi sallallahu alaihi wasallam tha: la'allahu an yusibakum minha nafhatun minha. Tha ndoshta që të ta godet ndonjëra nga këto frymat mëshirës Allahu xhelle xhelaluhu ndonjërin prej jush. Fala yashqawna minha abada, apo fala tashqawna minha abada, që kur pastaj mos të mjerohi asnjëherë. Nëse jemi nga ata të cilët mundohemi o vëllezër që të ishfrytëzojmë këto kohra dhe këto sezona të cilën Allahu xhelle xhelaluhu ka veçuar për ne, që të arrim këto mirësi dhe të mundohemi që të bëjmë sa më shumë mirë, dhe padyshim se na për të arritur që të na kaplon apo na godet kjo frym e mëshirës e Allahu xhelle xhelaluhu, padyshim se na duhet që të parapregaditemi për të. Dhe mu përat inshallah me lejnë Allahu xhelle xhelaluhu sonte, kam dëshirë që të ndëgjojmë me vëmendje shumë, edhe se cilin nga ne të nxjerr celularin e tij dhe të i nënvizon disa pika me të cilët na me to e mirë presim musafirin e Allahut xhelle xhelaluhu. Janë shumë pika kryesore o vëllezër që na si para pregaditemi dhe se si e mirë presim musafirin e Allahut xhelle xhelaluhu, i cili na ka ngelur pra disa dita që na vetëm që të futemi në këtë mëshirë të Allahu xhelle xhelaluhu, në këtë muaj me të cilën Allahu xhelle xhelaluhu fal me ta mëkate dhe me to të liron qafat nga zjarri i xhehenemit. E si të kemi na më shumë hise që të fitojmë dhe të na kaplon kjo frym e mëshirës Allahu xhelle xhelaluhu në ta? Pika e parë o vëllezër, që duhet nënvizuar që në fillim, ajo është duaja dhe lutja. Për arsye se pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, hadithin që transmeton Imam Tirmidhiu dhe të tjerët, pejgamberi sallallahu alaihi wasallam tha nga Nu'man ibn Bashir radhiyallahu anhu: ad-du'a'u huwa al-ibada. Tha lutja është vetë adhurim. Dhe për të mundësuar arritjen dhe plotësimet e adhurimit, më së shumti duhet që të shtojmë lutje dhe dua. Edhe të i lutemi Allahu xhelle xhelaluhu që Allahu xhelle xhelaluhu të na mundëson arritjen e muajit të Ramazanit.
Edhe kështu tha Mualla ibn Fadl. Tha ishin selefët ato të parët tonë, që nga sahabët e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, që e lutnin Allahun xhelle xhelaluhu 6 muaj ditë radhazi, që t'ja u mundson Allahu xhelle xhelaluhu arritjen e muajit të Ramazanit. Para mendohe nga mallëngjimi që kishin për të arritur muajin e Ramazanit, ju lutshin Allahu xhelle xhelaluhu që t'ja u mundson arritjen e muajit të Ramazanit. E pse o vëllezër, sa kemi nga ata të cilët nuk ju ka mundësuar arritja e Ramazanit, ose dikuj ju ka mundësuar, por ndoshta është i privuar nga shëndeti i tij. Ju ka mundësuar ta përjeton muajin e Ramazanit, por është i privuar nga shumë të tjera, jo shëndet, jo ndoshta nuk mundet të i përfiton, e kështu me radhë, si shta Yahya ibn Kathiri rahimullah. Ishte i cili bënte lutje dhe thonte: Allahumme sellimni ila Ramadan. E bënte këtë lutje vazhdimisht dhe thonte: o Zot, me dorëzo të shëndosh në Ramazan. Wa sellim li Ramadan. Edhe ma dorëzo Ramazanin, që tjetë ky muaj i Ramazanit tjetë shërim për mua. Wa taqabbelhu minni. O Zot, dhe kur të largohet nga unë, pranoa këtë muaj të Ramazanit. Yahya ibn Kathiri e bënte këtë dua vazhdimisht, që na duhet ta bëjmë secili këtë lutje o vëllezër, që të i lutemi Allahut xhelle xhelaluhu dhe të thomi: o Zot, më jep shëndet dhe më dorëzo për muajin e Ramazanit, që ta shfrytëzoj ato, edhe dorëzoj edhe muajin e Ramazanit për mua, që t'jeti dobishëm për mua. Dhe pranoa o Zot nga ne. Edhe se kjo është ajo e cila të shtyn që ti ta falenderojsh Allahun xhelle xhelaluhu për këtë mirësi që ta ka dhuruar, që ta ka mundësuar që ta arrish përsëri muajin e Ramazanit. Pika e dytë, e shukru lillahi bi an ballagaka Ramadan. Pika e dytë, falenderimi ndaj Allahut xhelle xhelaluhu që ta mundësoi arritjen e Ramazanit. Duke falenderuar Allahun xhelle xhelaluhu vazhdimisht për këtë mirësi, se sa prej shokëve tu, edhe ndoshta prej xhamatlive, dhe ndoshta dhe prej familjes bon vaki që nuk i kije në prezencën e këtij Ramazani sot. Sa prej atyre të cilët kanë në safa në namazet e taravis së Ramazanit të kaluar, por sot në këtë Ramazan, që lusim Allahun xhelle xhelaluhu ta arrim shëndosh e mirë dhe ta shfrytëzojmë ata, nuk i kemi zbashku me ne në saf. E kjo nuk është mirësi, edhe dhuratë e Allahut xhelle xhelaluhu që ta ka dhuruar, ta ka shty jetën që ta arrish edhe një Ramazan. E kjo është vlerë e madhe shumë, që të ta mundson Allahu xhelle xhelaluhu ti që të arrish Ramazan, kurse shumë të tjerë janë të privuar dhe kanë shkuar te Allahu xhelle xhelaluhu. Ndoshta për pak kohë, para se të futen në Ramazan, kanë dhënë shpirtin, kanë shkuar te Allahu xhelle xhelaluhu dhe ndoshta nuk ju ka mundësuar që të arrijnë muajin e Ramazanit. Dhe janë në dhe atje në vërr ku ato shpresën më të madhe e kanë o vëllezër, që nëse e nxjerrim ndonjënin prej tyre dhe e pyesmi se cila do të jetë shpresa dhe dëshira më e madhe e tij, do të thonte: kisha pas dëshirë që ta shfrytëzoj një orë, një çast, një moment të Ramazanit, për arsye se në to fiton shumë. E nëse ata të cilët shkuan e kanë këtë shpresë dhe këtë dëshirë dhe këtë nostalgji të madhe, atëherë bohu ti ai i cili ta ka mundësuar Allahu të arrish që ti ta shfrytëzosh këtë mirësi. Bohu ti ai i cili mundohesh që ta shfrytëzosh këtë dhuratë të Allahut xhelle xhelaluhu dhe të jesh nga ata të cilët shpreh gëzim dhe hare për atë që Allahu ta ka mundësuar ty. Pika e tretë, shprehja e gëzimit dhe hares për shkak se Allahu xhelle xhelaluhu ta ka mundësuar arritjen e muajit të Ramazanit. Kur një pjesë e madhe ndoshta e llogarisin si dert i madh ardhja Ramazanit, plot ndëgjon, ose edhe me kohat kur është për pak më nxehtë,
ndëgjon shumë nga muslimanët, për fat keq çka thonë, erdhi bekumi. Kush do ta agjeron tash? Inshallah do t'ja dalim derdh se si me ja bo. Erdh ky bekumi. Si di dalim deri në fund? A kurse muslimanët e sinqert dhe të vërtetë o vëllezër shprehin gëzimin dhe haren dhe përmallimin e tyre që e kanë për Ramazan. Të parët dhe paraardhësit që nga sahabët e tek ne deri te na, të cilët ishin që e mirëpritshin me gëzim dhe u gëzonin që t'ju vjen një sezon e mirësive të cilët Allahu xhelle xhelaluhu e sjell. Musafiri Allahu xhelle xhelaluhu që në tokë u shënderon fiton shumë. E kjo me të vërtetë se ishte gëzim. Dhe një ashtu, me kitë gëzimin e madh, e mirnin dhe e bonin nijet, dhe e bonin vendoshmërinë e sinqertë të tyre që ta shfrytëzojnë këtë muaj. Pika e katërt, vendoshmëria e sinqertë për shfrytëzimin e këtij muaji. E nënvizon se cili që t'ja bën nijet vetit vet, me vendoshmëri që ta shfrytëzoj këtë musafir të Allahu xhelle xhelaluhu, sa më shumë që e nderon, aq më shumë të mira të jep, se është një musafir me plot mirësi të mëdha, që të vjen e ti ta shfrytëzojsh ato, edhe të përgatitish plan programin ton, se si do t'jete për ty si musliman në muajin e Ramazan. Na normal që derë se kemi ndëgju shumë apo këshilla, por dëshirojmë vëllezër ta përjetojmë se cili prej nesh që ta bën niyetin e fortë të tij, edhe vendoshmërinë e sinqertë të tij, që nga syfyri i tij deri në syfyrin tjetër, çka do të vepron gjatë muajit Ramazan. Vendose plan programin ton, vendosi planet edhe qëllimet e tua që në ditën e parë të Ramazanit, se çka do të veprosh, si do ta shfrytëzosh, apo mos vallë, do të jemi nga ata të cilët do të i hapim celularët, të zbrisim filma, lojna në celular, për arsye se nuk më shkon dita në Ramazan. A thua është kjo vendoshmëria e një muslimonit, që sidomos kam basja i kindis, nuk i hec koha fort, lojnat në telefon, duke luar, duke shfrytëzuar Ramazanin që ta zone iftari. Pse? Se kitë e zenë Ramazani është problem. Nuk di si ta kalon kohën. Ai tjetri e pregadit me filma, me programe, ku do t'i shikon filmat dhe serialet ma mirë. Pse? Se kam do dita në Ramazan, kam kohë tash të pregaditem, ta shfrytëzoj kohën. Ose ai tjetri që flen tanë ditën, edhe tanë natën pregaditja e tij. Pse? Se në mas taravijave, në për kafe, në për vende, në për rruga, ose duke e quar natën, kot pa e shfrytëzuar ato. A thua kjo është plan programi një muslimonit në Ramazan? Çka do të veprosh që prej syfyrit deri në syfyrin tjetër? Ku do ta falish namazin tënd? Ku do ta falish taravin tënd? Sa Kur'an do të lexosh? Këto t'ja ban programin ton, sa do t'a përmendish Allahun xhelle xhelaluhu në këtë Ramazan. Shkoj një Ramazan i cili nuk e shfrytëzuam ato mirë. Ndoshta nuk e ditëm, ndoshta po të më angazhime e kështu me radhë. Ja Allahu xhelle xhelaluhu na mundsoj edhe një herë, që na të mundohemi dhe të arrijmë. Pasi që arritëm këto, atëherë a do ta shfrytëzojmë këtë Ramazan, apo do ta lëmë ashtu të shkon sikur Ramazanet tjera, e pastaj të dëshmon për ne ose kundër nesh në ditën e gjykimit ky Ramazan, që Allahu xhelle xhelaluhu të na thot gjithëve, a e arrite Ramazanin? A e patë mundësi të arritish? A e arrite ditët më të mira dhe muajin më të mirë? Që patë mundësi të shfrytëzosh në to dhe të imbushish fletushkat e tua plot. Edhe pastaj pasi që nuk i shfrytëzova ata, mos e fajso për vetë se vetveten tënde. Dhe mu për ato vëllezër, ky i cili ja bën programin e vetvetes, është mirë që të interesohet për këtë ibadet, edhe ta mëson disa dispozita
të agjerimit ti të muajit të Ramazanit i cili është i vlefshëm. Pika pra 5, mësimi i disa dispozitave të Ramazanit. Çdo musliman, për fat keq shohim që e fillon një ibadet, por nuk ka shumë interes, ndoshta raset në gabime, apo bën ndonjë gabim gjatë muajit Ramazanit dhe i shkon ndoshta edhe mundi kot, për arsye se nuk i ka interesuar që të mëson nga pak nga disa dispozita të Ramazanit, ku prishet Ramazani, sa prishet Ramazani, si prishet Ramazani, si agjerohet, si ruhet Ramazani, e kështu me radhë. Hoxhallar kemi elhamdulillah, mundeni të i pyetni dhe të merrni mësim nga ato dhe të mundoheni vazhdimisht, se pejgamberi sallallahu alaihi wasallam nuk tha kërkimi i diturisë është vetëm për hoxhallarët, po tha pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, hadithin që transmeton Bejhaqiu, tha pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, talabatul ilmi faridatan ala kulli muslim. Të kërkuarit e diturisë është fars për çdo musliman, që ai spaku t'i din disa elementare të fesë të tij, të din për agjerimin e tij, të din se si veprohet më mirë dhe ku prishet dhe ku ndreqet e kështu me radhë. E pas kësaj o vëllezër, pika më e rëndësishme, që mos të futemi në muajin e Ramazanit pa u penduar te Allahu xhelle xhelaluhu me taube të sinqert. Pra pika e 6, pendimi i sinqert në Allahun xhelle xhelaluhu. Që të shprehish pendim dhe istighfar dhe të biesh pishman në përgjitha ata mëkate të cilët i ke bërë dhe ato gabimet me të cilën janë të shumta të cilët na i veprojmë, edhe janë muaji i taubes, muaji i pendimit. Për pendesën e muslimanëve, kush dëshiron që të pendohet nga gjitha mëkatet, e ka shansën në muajin e Ramazan. Shansa për të u penduar është muaji i Ramazan. Për arsye se Allahu xhelle xhelaluhu i thirr gjithë besimtarët në Kur'an, tha watubu ayyuhal mu'minuna la'allakum tuflihun, watubu ila Allahi jami'an ayyuhal mu'minuna la'allakum tuflihun. Tha Allahu xhelle xhelaluhu, pendoheni të gjithë, o ju besimtarë. Nuk tha o ju qafira, o ju mushrika, kështu me radhë, besimtarët, të cilët kanë ngarkuar veten e tyre me mëkate, sezonën e kanë për ta lajtur vetveten e tyre, për ta pastruar shpirtin e tyre, edhe të vendosin ato mirë që të pendohen dhe të ilon shumë mëkate. Shanca o vëllezër e adaptimit dhe stërvitjes së shpirtit tënd dhe trupit tënd për të ilon disa mëkate të cilët i ke bërë zakon, është muaji i Ramazanit. Secili që në ditën e parë e stërvit veten duke thënë, o Zot, unë i bi pishman për gjitha të këqija të cilët i kam bërë. O Zot, futem këtë Ramazan, inshallah, që ta shfrytëzoj e të mlahen mëkatet, e të mundohesh që ta arrish nësinë Allahu xhelle xhelaluhu dhe adapton veten tënde. Pastaj këtu në shumë gabimet të cilët i kemi, jemi të adaptuar si folja, si gibeti, si e shamja, si shumë sende të gabimeve dhe mëkateve të mëdha kështu me radhë, e kemi rastin dhe shansën në Ramazan që këta t'i ndalojmë dhe adapton pastaj veten tonë për 30 ditë dhe pastaj domethënë inshallah nuk e ki shumë problem. Se pejgamberi sallallahu alajhi wasallam ishte ai o vëllezër, edhe pse ishte në pozitën e lartë shumë të Allahu xhelle xhelaluhu, por ai bënte istighfar dhe i kërkonte Allahu xhelle xhelaluhu tobe në çdo mexhlis dhe në çdo vend, në çdo ndej. Siç transmeton Imam Muslimi, që tha pejgamberi sallallahu alaihi wasallam nga Agharr al-Muzani radiyallahu anhu, tha innahu la yughanu ala qalbi. Pejgamberi sallallahu alaihi wasallam tha, me të vërtetë tha se më mjegullohet dhe zemra ime, por wa inni la astaghfirullaha fil yawmi 100 marra. Tha unë kërkoj falje dhe bëj istighfar Allahu xhelle xhelaluhu në ditë 100 herë. Në transmetimin të Imam Buhariu nga Abu Huraira radhiyallahu anhu, erdh dhe tha pejgamberi sallam, wallahi inni la astaghfirullaha wa atubu ilayhi fi yawmin akthar min 70 marra. Tha pasha Allah, unë bëj istighfar dhe pendohem te Allahu xhelle xhelaluhu dhe i kërkoj Allahut falje në një ditë apo brenda ditës ta më shumë se 70 herë. Kish pejgamberi sallallahu alaihi wasallam që nuk linte kohë duke i kërkuar Allahu xhelle xhelaluhu falje. Ja ashtu transmeton Imam Tirmidhiu.
nga Abdullah ibn Umar radiallahu anhu, fa in kunna lana'uddu li Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam fil majlis al-wahid 100 marra. Sa ishme që ja numëronim pejgamberit sallallahu alaihi wasallam në një ndenje të tij, në një mezhlis të tij 100 herë, që thonte duke bërë istighfar dhe duke u lutur duke thonë: Rabbi gfirli wa tub alayya innaka antat tawwabur rahim. Pejgamberi sallallahu alaihi wasallam e bonte këtë dua vazhdimisht dhe thonte: o Zot, falë mua dhe unë pendohem vetëm te ti, o Zot, se ti je pendim pranuesi dhe mëshiruesi. Këtë lutje e bonte pejgamberi sallallahu alaihi wasallam vazhdimisht. E na thua nuk kemi nevojë në çdo mezhlis ton, në çdo neje ton, e vazhdimisht gojën dhe gjuhën ton ta lagim tash para se të futemi në Ramazan, edhe pastaj na të bëjmë sa më shumë istighfar, e ta shfrytëzojmë, o vëllezër, se me të vërtet kërkohet nga ne që na të pendohemi dhe të i kërkojmë Allahu xhelle xhelaluhu istighfar, duke vendosur ti këtë çështjen tonë që në plan të ditave të para të Ramazanit, duke u adaptuar edhe duke vendosur mirë shumë, që vjen pra pika me njëherë, e 7 hirsu tam ala ada'il wajibat. Për kujdesi i plot ndaj kryerjes së detyrave dhe obligimeve në Ramazan. Çdo musliman të ketë për kujdes të plot, që të i plotëson detyrat e muslimanit që kërkohen në Ramazan. Dhe të vendos vetvetes që ai ose ai secili musliman ta bën niyetin e tij dhe vendoshmërinë e fortë të tij që mos të i ikë asnjë namaz me xhamat. Mos të ikin obligimet farzët të cilët Allahu xhelle xhelaluhu i ka bërë obligime. Kush prej nesh mundet ta merr këtë guxim dhe secili që ta bën këtë vendoshmëri dhe këtë niyet të fortë të tij, që në ditën e parë që në syfyr mos më ikin sabahat mo me xhamat në xhami. Mos të më ikin dreka, mos të më ikin namazet me xhamat në xhami. Edhe të bën niyetin të ketë për kujdesin e plot që të shton sa më shumë nafile në muajin e Ramazanit. Ta bën niyetin edhe të ketë këtë vendoshmëri që mos më ikin dhe sunetet të cilët janë sunetet e pejgamberit sallallahu alajhi wasallam që na i falme ato vazhdimisht. Me niyetin e fortë se këtu është muaji që na shfrytëzojmë, që mos t'ja lejojsh shejtanit as pak dhe nefsit ton që dëshiron që t'jetë shumë rahat, që ti me këtë nijet fort Allahu xhelalu besën t'ja japish që nuk do t'i lodh dhe sunetet. Edhe do të shtoj sa më shumë nafile. Nuk do të lejoj vetes që të më ik asnjë taravi. Se më problemi ku është, ne dhe 2/3 nuk qenë ka shumë interesant. Lodhemi me një taravi 2/3, shumica lodhemi. Dhe pastaj kur vjen dita e natës së Kadrit, krejt qohen kohë me shku me shfrytëzu. E a thue kush e fitoj bro? Këtë dhurat që Allahu e ka veçu, nuk e ka për vetëm sa ata të cilët dënë dhe dëshirën Allahu xhelle xhelaluhu t'ja u dhuron atyre. E ata të cilët u munduan që në ditën e parë, Allahu xhelle xhelaluhu padyshim se ja u ka mundsuar që të marrin pjesë këtë hisën më të madhe që fitohet në atë natë. E secili musliman, nëse na vendosim kështu, që në ditën e parë, edhe mbrenda 24 orëshit tonë, dita të nëmruara o vëllezër, sa do që t'jenë të vështira, janë dita të nëmruara 1, 2, 3, 4, që shkojnë 29-30, kryhet, kush fitoj mbyllën fletushkën, dhe në to fitimi i madh arrin shumë. E kush prej nesh e bën beslidhjen e tij që në këtë muaj mas shumti nga veprat, jashtë dhe me thënë farzet të cilën duhet që të i falish me xhamat në xhami, edhe të bështojsh sa më shumë adhurim nafile Allahu xhelle xhelalu, por ajo e cila që e ka një veçuri ky muaj është që të lexosh Kur'an shumë. Allahu xhelle xhelaluhu e bëri Kur'anin Allahu xhelle xhelalu në këtë muaj e ka një veçuri, për arsye se Kur'anin Allahu xhelle xhelaluhu e zbriti në këtë muaj.
dhe e dalloj këtë muaj për shkak Kur'anit Allahu xhelle xhelaluhu. E kush prej nesh o vëllezër e bën lidhjen e tij që ky të lexon fjalën e Allahu xhelle xhelaluhu në Ramazan sa më shumë? Secili prej nesh ndoshta ndodh që ta ketë atë takimin e tij me Kur'anin e Allahut që kohëja një distancë e largët. Ndodh që muslimoni mos ta ketë prekur musafin Kur'anin e Allahut xhelle xhelaluhu një kohë të largët. Dhe një sezon kohëja në mes tij dhe Kur'anit e Allahut xhelle xhelaluhu. E a thua të ndodh përsëri dhe në Ramazan? Mos ta japish mundësinë shpirtit tënd që të ushqehet me fjalën e Allahut xhelle xhelaluhu dhe të shfrytëzosh në të lexosh Kur'an. Nga një xhuz në ditë, nëse e lexon për 30 ditë bën hatme me Kur'anin. Komplet Kur'anin e Allahut xhelle xhelaluhu. Nëse mundohesh që ta shfrytëzosh, ta mundson Allahu xhelle xhelaluhu. Nëse je besnik në ato që i lutesh Allahu xhelle xhelaluhu, Allahu xhelle xhelaluhu është ai i cili ta mundson që ta arrish ato. Se Allahu xhelle xhelaluhu pastaj është besnik me ty dhe ti mundson ato gjëja të tilla. Nëse dëshiron që ta shfrytëzosh, a nëse nuk dëshiron, për fat të keq në këtë pikë o vëllezër të Kur'anit dhe hoxhallarët jemi të mangët në këtë pikë. Duke u munduar aktivitetin, duke u munduar dersin e këtij tjetrin, jemi shumë të mangët ndoshta se na arrim dhe Kur'anin e Allahut xhelle xhelaluhu ta lexojmë. A kurse të parët nga dietarët e mëdhenj, a ishin kështu? Asesi. Sufjan al-Thauri rahimahullah ishte ai i cili kur futej muaji i Ramazanit, ai mbyllte të gjithë aktivitetet e tij. Edhe e kapte Kur'anin e Allahu xhelle xhelaluhu dhe vetëm Kur'anin e Allahu xhelle xhelaluhu në Ramazan e lexonte. Një ashtu Imam Malik ibn Anesi rahimahullah ishte ai i cili i mbyllte derset e tij dhe aktivitetet e tij dhe nuk transmetonte mohadithe edhe i linte fetfajat dhe derset dhe e kapte Kur'anin e Allahu xhelle xhelaluhu në muajin e Ramazanit edhe thonte hadha shahrul Qur'an. Kjo është muaji i Kur'anit. Në këtë muaj duhet Kur'anin e Allahu xhelle xhelaluhu ta lexojmë. Dhe më për atë Rabi ibn Sulejman tha Imam Shafiu rahimullah, imamët të cilët janë të njohur të mezhebeve, tha ishte ai që e bonte 60 hatme në Ramazan. Një hatme natën, një hatme ditën. Imam Shafiu rahimullah. Dhe shumë nga dietarët e vëllezër të tjerë, të cilët bonin hatme shumë dhe lexonin Kur'anin shumë në muajin e Ramazanit. A thua o vëllezër na nuk kemi nevojë që ta lexojmë Kur'anin? Pra t'ja bën një program vetvetit secili që ta lexon nga një xhuz në ditë dhe inshallah arrit. Po që nuk diti me lexuar Kur'anin, elhamdulillah, tash në këtë kohë i kemi të gjitha mundësit, kje programe, kje ndëgjime Kur'anit që është i dam në xhuza, nëse ti nuk din të lexosh, merre që masabahit një orë kushtoja, ndëgjimit të Kur'anit e ndëgjon një xhuz 40 minuta, 45 një orë, u kri, që të marrësh sevapin. Pro kjo është që na të mundohemi që ta shfrytëzojmë. Dhe kjo ishte që ndrushmëria në plotësimin e ibadeteve. Kryerja e vaxhibateve, e detyrave të cilët janë në Ramazan. Dhe pastaj o vëllezër, pasi që ti e mbush ditën tënde me ibadet dhe me adhurim, me dhikr, me të përmend me Allahun, vjen që herët në xhami, që është herët për me ardhur në xhami, duke përmendur Allahun xhelle xhelaluhu shumë, duke bërë istighfar shumë, duke munduar sa më herët prezantojsh në xhamin e Allahut xhelle xhelaluhu se në to fiton shumë, e pastaj kur vjen mbrëmja, është dhe pika pra e tetë, që është të përgatitish ushqim dhe iftar për të tjerët. Dhe këtu, pa dyshim, se mas shumë ti që na te i kalojnë në kish problem, janë gratë e tona, motrat e tona, nënat e tona, ata të cilët përgatisin ushqim dhe japin iftar për të tjerët. Dhe kjo me argument o vëllezër, që pejgamberi sallallahu alaihi wasallam tha në hadithin që transmeton Imam Tirmidhiu dhe Imam Ahmedi nga Zaid ibn Khalid al-Juhani radiallahu anhu, tha pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, men fattara sa'iman kana lahu mithlu ajri as-sa'imi
min ghairi an yanqusa min ajri saimi shay'a. Tha pejgamberi sallallahu alajhi wasallam, kushdo që i jep të han një agjerusit, kushdo që i jep iftar, i përgatit iftar një agjerusit, tha e ka shpërbelimin sikur ai agjerusi. Ti vetëm përgatitjen e ushqimit që e ban për t'i dhënë iftar dikuja, e merr shpërblimin e atij agjerusit i cili është duke agjeruar pa ju mangësuar atij shpërblimi, tha pejgamberi sallallahu alajhi wasallam. Pa ju mangësuar aty asnjë send. Ati vetëm që e përgatit iftarin, për tjetrin që i jep të han ushqim në iftar, ti ke marrë shpërblimin e atij agjerusi. Burrat mundohen namazet e xhamijat e kështu me radhë. Elhamdulillah, gratë kanë këtë mirësi që Allahu xhelle xhelaluhu ja u ka dhuruar që ato me përgatitjen e ushqimit të tyre të i marrin shpërblimet e agjerusit. Pa ju mangësuar atyre hiç. Dhe një ashtu të përgatitish iftar dhe ushqim, të japish një fukaras, të futish gëzim të zemra e njërit i cili nuk ka ushqim. E kjo është shpërblimi më i madh që kush dëshiron që të arrin shpërblim të agjerusit në Ramazan, le të jep ushqim të han dikuja. Le të përgatit iftar për dikan. Le të mundohet, elhamdulillah, kemi xhamijat, kemi sallone, kemi shtëpia, kemi vende, kemi të gjitha, elhamdulillah, Allah ne ka dhuruar, përse mos jemi nga ata të cilët dhe këto mirësi nuk dëshirojmë që të i shfrytëzojmë? Pse mos jemi nga ata të cilët i shfrytëzojmë këto të mira, i thirr 5 vet, i thirr 10 vet? Shpërblimet e agjerusve i ki kush i dhuron, do më thonë ati ushqim. E kjo padyshim se lavdrata normal më e madhe që në përditshmëritë të Ramazanit e arrin nënat tona dhe motrat tona. Dhe gratë tona. Allahu xhelle xhelaluhu i shpërbleft dhe ju dhurov shëndet të plot, të cilët me to ato mundohen vazhdimisht dhe kanë mirë, po pejgamberi sallallahu alajhi wasallam na dha këtë myshde që atë mundin e tyre nuk ju shkon poshtë asnjëherë. Dhe e fundit, o vëllezër, është që na të i thirrim dhe të tjerët për në këtë shfrytëzim. Thirrja e të tjerëve për ta shfrytzuar muajin e Ramazanit. Ka ai baba yt, ka ai vllavi yt, ka ai dashamiri yt, kur e din vlerën se sa duhet këtu, për me e mirë pritur kit dhe për ta përjetuar dhe për ta shfrytzuar, e në to me përfituar shumë të mira në muajin që Allahu xhelle xhelaluhu e ka caktuar. Ky misafir një herë të vjen në vit, atëherë përse ta lëshosh atë dashamirin që ti e don, ai këtë mirësi ta humb. Vazhdimisht e thirr dhe i bën davet dhe mundohesh që ta bindish me fjalët e Allahut dhe të pejgamberit sallallahu alajhi wasallam. Nëse e don për hir të Allahut ato, nuk e lën me shku ashtu në humbje. Një vllavi i yt, një familjar i yti, që nuk e fal namazin, o vllai jon, tash është shanca dhe sezona që të mbyllen shejtanët dhe na ta shfrytëzojmë, që mos me të ngacmuar të adaptosh veten tënde që të falish namazin. Dhe nga këtu mundesh që ta fillosh faljen e namazit. A tjetrin, që nga këtu nëse e fal namazin, të bëjmë diçka hajrat. Të shkojmë në xhami me namazin me xhamat. Po nuk kam mundësi, kam detyrat e kështu me radhë. Jo, hajde se shkojmë dhe ndëgjojmë. Nëse ka ders, shkojmë ndëgjojmë ders. Nëse falet taravije, do të falmi taravije që të fitojmë së bashku me imamin të gjithë. E kjo është thirrja, o vëllezër, që të lutemi të gjithë. Edhe të gjithë të mundohemi dhe dashamirët tonë të i kemi në këtë shfrytëzim. Për arsye se wallahi, o vëllezër, është mirësi e madhe me ta mundësuar Allahu xhelle xhelalu me shfrytëzuar muajin e Ramazanit. Që lutim Allahu xhelle xhelalu të na mundëson arritjen e tij që fillim e në fund, dhe ta shfrytëzojmë ato. Dhe Allahu xhelle xhelalu të jetë i kënaqur me ne në to. Se me të vërtet nuk ka mirësi më të madhe se sa të mundësohet të arrish muajin e Ramazanit. Dhe të lutemi Allahu xhelle xhelalu në fund, sikur që e porositi pejgamberi sallallahu alajhi wasallam, Anas ibn Malik radhiyallahu, Muadh ibn Jabal radhiyallahu anhu, në hadithin që transmeton Imam Ahmedi, në çdo namaz i thonte pejgamberi sallallahu alajhi wasallam pas çdo namazit të thuash Allahumma a'inni ala dhikrika wa shukrika wa husni ibadatik. Të thuash, o Zot, më ndihmo të përmendi ty. O a'inni ala dhikrika wa shukrik, më ndihmo të përmendi ty dhe të falenderoj ty dhe të kryej adhurimin tonë në mënyrën sa më mirë.
të të adhuroj sa ma mirë ty. Kjo është duaja që na duhet ta bëjmë vazhdimisht, që Allahu të na lehtëson. Se tha Ibn Sa'di rahimullah, Sheikh Sa'di rahimullah tha, nëse e ke lutur Allahun xhelle xhelaluhu që të ta mundson arritjen e Ramazanit, tha mos harro që ta lutish Allahun të t'jep bereqet në to. Të të begaton Allahun xhelle xhelaluhu me bereqet, për arsye se nëse s'tjep bereqet, të angazhohet koka dhe nuk din se ku e kije vetën. Të dalin angazhimet të tjera. Edhe mundet që në Ramazan mos shfryzosh asnjë send. Por ata lutim Allahun xhelle xhelaluhu që Allahu xhelle xhelaluhu të na mundëson arritjen e Ramazanit dhe të na mundëson që Allahun ta përmesim sa më mirë dhe ta adhurojmë sa më mirë, e të na jep Allahu xhelle xhelaluhu të na dhuron bereqet në to, e ta shfrytëzojmë dhe të përfitojmë. E Allahun e lutemi që t'ju shpërblen juve dhe neve të gjithë për këtë durimin që e bot. Wa aqulu qawli hadha wastaghfirullaha li wa lakum walhamdulillahi rabbil alamin.